Për ata të cilët mundën me na thonë, po xho, të miri të thonën me lexu Kur'an. Mirë po çebe unë s'di me lexu Kur'an. Më kanë shku do vjet, i kom bo do vjet. Kur ç'është më Koha ishte s'në po e mësoj, po nuk do me thonë se ti tash nuk din ta lexosh Kur'anin, edhe hajde, jo, nuk din ta lexosh Kur'anin, s'ka ardhur mundësia që ta mësosh Kur'anin, atëherë çka është të përmendurit të Allahu dhul xhelal. Atëherë bën dhikr Zotin, edhe përmendja e shumë e Allahu dhul xhelal është një prej punëve të mëdha që është e çmuar te Allahu dhul xhelal. E tash kur ta përkujtosh fjalën e Allahu dhul xhelal, kur ta bësh dhikr Zotin, çka të bëhet ai zemër? Qetësohet. Çka të bëhet ai zemër? Rahatohet. Çka të bëhet ai shpirt? Stabilizohet. Pra, flasmi tash por edhe ai që lexon Kur'an, edhe ai le të bëjë dhikr. Se vetë leximi i Kur'anit është dhikr. Por po flasmi në këtë rast për persona të cilat ndoshta nuk ka pasën mundësi në kohrat kur ai ka jetuar dhe kur ka qenë fëmijë, e tash i ka bëu do vjet, atëherë çka të përmendurit të Allahu dhul xhelal është qetësi, rahati dhe stabilizim i zemrës tënde. Allahu dhul xhelal thot ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. A nuk është të përkujtuarit e fjalës së Allahu dhul xhelal qetësi, rahati dhe stabilizim i zemrave të juaja.